Një analizë e Sky News e të dhënave të gjurmimit të fluturimit tregon se më shumë se 30 aeroplan ushtarak amerikan kanë qenë aktiv mbi pjesë të Europës dhe Detit Mesdhe gjatë 3 ditëve të fundit. Këto përfshin aeroplan të përdorur për zbulim, furnizim ajror me karburant dhe transportim mallrash. Aty gjithashtu përfshihen 12 aeroplan F-35 që udhëtuan nga Mbretëria e Bashkuar në rajon të martën. Imazhet e marra nga fotografi Glenn Lockett në Suffolk tregojnë 3 furnizues amerikan që shoqërohen nga 4 aeroplan luftarak F-35 secili. Të dhënat e gjumimit tregojnë se furnizuesit udhëtuan drejt Mesdheut dhe më pas u kthyen në Mbretërinë e Bashkuar. Shumica e aeroplanave ushtarak amerikan të gjurmuar rregullisht i fikin vendodje dhe destinacionet e tyre përfundimtare sipas të dhënave nga Fly Radar 24. Disa nga aeroplanët u zhvendosën nga SBA në Europë, ndërsa të tjerë duket se u afruan më shumë me lindjen e mesme. Të paktën 5 nga aeroplanët ushtarak amerikan u ulën në aeroportin e Chanias në ishullin grek të Kretës. Në imazhin më poshtë, një Boeing KC-46 Pegasus i përdorur kryesisht për furnizim me karburant nga ajri, shihet duke u gjurmuar në Mesdheun lindor. Pakuar pasi u pan mbi qiellin e Tiranës mëngjesin e kësaj të mërkure, avionët luftarak amerikan duket se kanë arritur në destinacionin final. Ishte ministri i Shqipërisë Mbrojtjes Vasilis Palmas, ai i cili konfirmoi për mediat vendase se aeroplan ushtarak amerikan të transportit janë stacionuar këtë të mërkurë në Shqipëri, por theksoi se ata nuk janë në ishull për të ndërmarrë përsipër misione luftarake. Duke folur në transmetuesin shtetëror CBC, Palmas tha se aeroplanet amerikanë që ndodhin aktualisht në bazën ajrore Andreas Papandreou në Pafos nuk janë avion luftarak, por aeroplan transporti që mund të përdoren për të lëvizur personelin, qoftë stafin ushtarak amerikan apo civil, nëse është e nevojshme. Këto nuk janë aeroplan luftarak, sqaroi ai. Ato janë pjesë e bashkëpunimit rutinë dhe përgatitjes për evakuime të mundshme. Ndërkohë, në rrjetet sociale cirkuluan disa video që tregonin avion luftarak që po fluturonin mbi qiellin e kryeqytetit shqiptar, me rrjetet sociale që u mbushën me shkrimë referuar këtij aktiviteti jo fort të zakonshëm. Në rrjet pati edhe nga ata që thanë se nëse Shqipëria bëhet rrugë kalimi për avionët luftarak amerikan që shkojnë në mbrojtje të Izraelit, rrezikon indirekt nga konflikti armatosur që ka mbërthyer lindjen e mesme. Çiproja është përdorur prej kohësh si një pikë kalimi e sigurt në krizat rajonale për shkak të vendodjes së saj strategjike. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Christos Piris i tha CNA-s, ashtu si në emergjencat e kaluara në Sudan dhe Liban, Çiproja është pasur gati të mbështesë operacionet e evakuimit përmes planit të saj humanitar STIA. Zyrtarët nuk pranuan të thoshin saktësisht se sa aeroplan kanë zbërkuar, por konfirmuan se një numër i vogël aeroplanësh transporti janë aktualisht stacionuar si në bazën e Pafos, edhe në aeroportin e Larnakës si pjesë e masave paraprake. Kjo nuk ka të bëjë me operacione ushtarake, kjo ka të bëjë kryesisht me qëllime humanitare, duke mbështetur civilët që largohen nga zonat e konfliktit, tha Pieris. Ndërkohë, ministri Palmas vui në duke gjithashtu se Shqipëria pret rregullisht avion dhe forca detare nga vendet aleate ose mike, dhe se anijet ndërkombëtare po monitorojnë rajonin më të gjerë nga ujërat e afërta. Autoritetet thanë se kanë ndjekur nga afër situatën e sigurisë rajonale gjatë 6 ditëve të fundit dhe kanë marrë të gjitha masat e nevojshme emergjente për të siguruar sigurinë publike.